Sulmet mes Izraelit dhe grupit të mbështetur nga Irani, Hezbollah, vazhdojnë pavarësisht armpushimit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar. Në jug të Libanit, ceremonia mortore u zhvillua për viktimat e një sulmi izraelit, që, sipas autoriteteve shëndetësore libaneze, lak të paktën 6 të vdekur. Ministria e Shëndetësisë e Libanit deklaroi se vetëm të mërkurën u vran 22 persona nga sulmet izraelite, mes tyre 8 fëmijë. Në të njëjtën kohë, diplomatët libanez dhe izraelit nisën në Washington raundin e 3 të bisedimeve ballë për ballë. Një zyrtar i lartë libanez tha se delegacioni i Beirutit do të kërkojë armpushim që të zbatohet realisht nga Izraeli. Nga ana tjetër, zëdhënës të qeverisë izraelite deklaruan se bisedimet synojnë çarmatimin e Hezbollahut dhe arritjen e një marrëveshjeje paqeje. Ndërkohë, përplasjet ushtarake vazhduan edhe këtë javë. Ushtria izraelite njoftoi se disa civil u plagosën pasi një dron shpërthyes i lëshuar nga Hezbollahu ra në territorin izraelit. Konflikti mes Izraelit dhe Hezbollahut u zhvillua paralelisht me tensionet SBA-Iran dhe vazhdon që prej shpalljes së armpushimit nga presidenti amerikan Donald Trump më 16 prill. Izraeli mban ende trupa në një zonë sigurie në jug të Libanit, duke deklaruar se synon të mbrojë veriun e vendit nga sulmet e Hezbollahut. Sipas autoriteteve libaneze, lufta ka shkaktuar gati 2900 viktima në Liban, që nga fillimi i marsit dhe ka detyruar rreth 1.2 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre, shumica nga zonat jugore të vendit.